Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, pas dështimit në formimin e një qeverie në Kosovë janë planifikuar zgjedhje të reja në 28 dhjetor. Profesor, a mendoni ju se këto zgjedhje do zgjidhin krizën politike në Kosovë? Mirëmbrëma shqiptar kudo që ndodheni. Mirëmbrëma dashur shqiptar kudo që ndodheni, sidomos në Evropë, mirëdita në Amerikë. Gazetarja pyet për çështjen e Kosovës, në datën 28 Kosova ka zgjedhje. Kosova duhet ta di fare mirë. Lajmi u ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që qiruan Kosovën. Pothuaj janë të njëjtit njerëz që ata nuk e bën dot qeverinë. Në qoftë se do dalin njerëz të rinj, dhe në qoftë se do dalin me këtë flamur ta ngrenë në dorë, Kosova do të zgjidhë problemet. Nëse qeveria e Kosovës, o politikanët dhe më mirë të Kosovës, sepse gjithë populli i Kosovës, me çdo shtëpi, me çdo rrugë, e sheh këtë flamur. Nuk sheh flamur që ata e kanë bërë të tjerët. Pra, të dashur shqiptar, unë e kam thënë gjithmonë, sidomos Kurtit ja kam thënë, që Kurti ti i ri, nëse ti ndryshon programin komunist socialist, që me atë rrugje, ti mund të kesh përparime. Por nëse ti qëndron me të njëjtin program komunist, dhe sidomos të bësh Kosovën kooperativ, ti nuk do esh më. Pra, unë i them gjithë popullit kosovar. Këtë radhë të dini se çfarë të zgjidhni. Aty keni njerëz që janë dëshmorë, kanë si Ramushi e të tjerët. Pra, jepni votën atij që duhet, dashur shqiptar. Mos jepni votën atyre që janë kundra jush. Keni kaq kohë që Kurti është kryeministër. Nuk ka bërë asgjë për UÇK-n që janë luftuar. Ka njerëz të vrarë. Nuk ka zgjedhur që t'u japi një pension modern. Nuk ka bërë asgjë të rrëllgojë shtëpitë që janë të prishura. Pra, ahere, si mund të jetë qeveri e mirë me një shtet që nuk preferon ushtarët që ka luftuar për të çliruar Kosovën, pavarësisht se Amerika ishte ajo që e çliroi Kosovën, por UÇK-ja ka qenë ushtar në vijen e dytë. Në vijen e parë ka qenë Amerika, që e bëri slagje pa bërë Beogradin, sa arriti Amerika, goditi dhe ambasadën kineze, provokim, kurse Kina zbrisha më të fare. Pra, në Kosovë, le të binë zgjedhje sa të duan, ata kanë një vit më para e bë zgjedhjen, nuk arritën të bënin kuvendin, nuk arritën të bënin qeverinë. Të njëjtit njerëz përsëri po përpiqen, edhe problem do ketë pothuaj të njëjtë. Nëse vjen flamurin shqiptar, flamurin e vërtet që ka luftuar Kosova me shekuj, ajo do bëhet qeveria. Ne do gjejmë mënyrë më të ndryshme që qeveria të ekzistojë në Kosovë. Derisa ne të bëjmë qeverinë, e kemi në Shqipëri, unë po flas sot përsëri si kryeministër i qeverisë teknike. Qëllimi i qeverisë teknike shtona lidhet me Kosovën, lidhet me Maqedoninë. Kur ne jemi qeveri teknike në zyrat, brenda 3 muaj ne bëjmë bashkimin e Shqipërisë. Ky është qëllimi i të gjithave. Kosovarët politikanë e dinë këtë. Nëse do ndryshojnë deputet të rinj, mund të ketë ndryshime në Kosovë. Nëse janë të njëjtit deputet që ishin, përsëri ata nuk do arrin të bëjnë qeverinë. Profesor, sot zoti Rama ka zhvilluar një takim një ditë më parë me një grup drejtuesësh socialist të rëndësishëm. Zoti Rama u ka thënë socialistëve, s'ka qeveri tjetër. Po mbytemi të gjithë. Zoti Rama ka thënë gjithashtu se maxoranca po sulmohet nga një agresor i jashtëm. Profesor, si interpretoni ju këtë mbledhje të organizuar nga zoti Rama, por cilën agresor bëhet fjalë? Të dashur shqiptar,
po bëhet bajat të ditë, flasën për Ramën, flasën për Berishën, të njëjtit janë të dy. Rama para një jave u tha ministrave që ne nuk do jemi pas vitit të ri, do jetë qeveri teknike. Fjala është për ne. Ne kemi bërë qeveri teknike, nuk bëhet qeveria teknike me Shqip folsit, me ata që kanë coptuar Shqipërinë për 35 vjet, me hajdutët, ata do përfundojnë arrestimet e të gjithë. Po përsëri, si pas gazetares që dëgjon, që nga mbledhur përsëri. Dhe i pas ka thënë që ministrave, nëse bjem, do bjem të gjithë. Gazetare, Edi Rama ka rënë me kohë, ka 5-6 muaj. Edhe që ka thënë për çështjen e Amerikës, nuk e kuptova mirë, mund ma sqarosh edhe më mirë, çdo thot për Amerikën. Drejtuesit socialist bëhet fjalë. Po, Se zoti Rama ka thënë socialistëve, s'ka qeveri tjetër, po mbytemi të gjithë. atë e kuptova. Tjetër? Zoti Rama ka thënë gjithashtu se majoranca po sulmohet nga një agresor i jashtëm. Amerikan. Që do thot për Amerikan? Rama ka kohë qëllamatet dhe vërtet për Amerikën. Edhe thot, kartë filani, kartë ky, kartë ai, si pas mendimit ti dhe si pas që është Shqip folës. Amerika e ka thënë dhe unë kam thënë hapur të dashur shqiptar. Unë jam shqiptar me mira vjetë, stërgjysht e mi. Kanë luftuar për Shqipërinë, janë vrarë. Dhe unë u kam thënë dhe përsëri po e përsërit. Unë ka 50 e sa vjetë në Amerikë. Unë jam misioner, kam punuar dhe punoj deri ditën që unë të mos kem me jetën time. Për tokën e bekuar të Amerikës, sidomos po bëj një vit e gjysmë të dashur shqiptar të më kuptoni, jam përqendruar për tokën time të Shqipërisë, për vojtjet që i kanë bërë për 82 vjet. Unë gjithmonë kam erë të dashur shqiptar, kam erë më në 90-ën me mision. Pre në 90-ës unë kam erë gjithmonë, po thuaj, me çdo 4-5 muaj, po nuk rrinje më tepër se 3-4 ditë me misionin tim. Jo në publik. Por kam gati 2 vjet, një vit e gjysmë, që kam erë drejt për drejt, dhe kam me mision, bëm edhe partin, i vu me emrin vetëm në gjukat, po që është shpresa e kombit. Pilinqin nuk e njifte njëri si fytyrë, sepse unë kam qenë me mision. Tani ka një vit e ca që po më njohin emigracioni, ma dinin emri shumë mirë, por nuk më këshim parë, nuk dilje. Unë për hatrin, po e them hapur sot, për hatrin e kombit tim kam dalë në publik, sepse unë s'duhet dilje në publik, misioni tim nuk është një mision i lehtë o një mision i kategorisë të ulët, po është një mision i kategorisë të klasës të parë, sepse Pilinqi, si që thash, ka luftuar me shekull për këtë familja ime dhe unë ka 50 vjetë që mbroj kombin e bekuar Amerikës, po ashtu që më në 10-ën jam darë më 2 pjesë, mbroj dhe kombin e Shqipërisë. Unë gjithmonë kam qenë në Evropë. Pra, të dalë dhe fjala Edi Ramës. Edi Rama, shqiptarët janë do bëjnë Shqipërinë. Shqiptarët janë që janë gjysë tërgjyshi që e duan këtë kombë. Nuk ta themi historinë tënde, po e di. Jo vetëm tënde, po të gjitha Shqip folësit që janë në qeveri për 35 vjetë, po t'i llogaritsh mirë historinë e tyre, ata si janë shqiptarë. Se po t'ishin shqiptarë, nuk e bëni Shqipërinë, e kanë bërë copë për 35 vjetë. Po t'ishin shqiptarë, nuk do vithin miliona e biliona dollar. Pra Edi Rama, po drejtojmë ty, ti e di fare mirë, unë kam patur komunikim me ty për çështje kombëtare. Pra Edi, dosja jote është e nxirr. Sidomos është e nxirr akoma më tepër e familjes tënde, e gruas tënde.
Unë të xora pardije, vilat që i ke marë, verin e kuqe që pinje, pra Edi Rama ti je drejt burgut. Minuta. Pra arsye, sepse e ke dëmtuar këtë kombë. E në demonstrat që ishe pardije, 80% kanë qenë socialistë. Qëllimisht të dëmtonit kombin tonë. Po jo, nuk e di që një dot, unë kam thënë me 2 gjysmë dje, që çdo gjë ishte përgatitur. Pavarësisht se kishin ardhur njerëz, arritën deri në tropoj sërbët për të shkatruar kombin shqiptar. Po unë kam thënë dashur shqiptar. I kam thënë dhe Kosovës, mos kini frikë, se kini Amerikën me vete. Nëse sërbët do hynin pak në Kosovë, Beogradi do bëshe dyst. E do dilnin themelat e historisë të Shqipërisë. Do dilnin e lirë, sepse poshtë në Beograd janë themelat e historisë të Shqipërisë. Pra ka qenë Shqipëria, kombi jonë. Pra Beogradi sa afrohet do desh të vindit. Sepse edhe Berisha duke folur, të dashur shqiptar u tha një fjalë që mund të shihemi përsëri. Ai e di që do shkoj burg. Pra, gazetare, erdhi fundi i këtyre, çdo ditë ta do arrestohen. Mund të them më vonë shumë gjëra. Profesor, sot nga Bashkimi Evropian vjen ultimatumi. Problemet në fushën energjetike përjashtohen nga ministrali. Profesor, projektet e zonjës Balluku po u kushtojnë shumë Shqipërisë. Tashmë BE i ka bërë dali zotit Rama. Si e shikoni ju këtë situatë? Dashur bashkëdhetar shqiptar që dje përsëri sot ajo e Bashkimit të Evropës, ato 27 shtete, 27 ignorantët, 27 hajdutët që e coptuan Shqipërinë që ças kanë marrë këtu. Edi Rama deri lufdoshe me një pederas të Francës, me një president, ashtu po vinin e të tjerët hungarez, rumun, bulgar, grek, qa nuk vini këtu, dhe Edi Rama, kur vinte atje, hishe si kur ishte mbreti i Evropës. Arritën atë gjendje, sepse ata dashur shqiptar kanë vjedhur shumë. Shumë ambasadorët e Evropës kanë vjedhur. Diplomatët që vini këtu, si deputet të Bashkimit të Evropës, kur vinin pa çantë, kur këtheshin me çanta, me dollar. Pra, Edi Rama si ka dhënë kusht, e kanë larguar nga Evropa. Pra, kjo nuk është të dashur bashkëdhetar që thot gazetarja, nuk është gjë e re. Kjo ka kohë që çdo gjë është përgatitur. Pra, ka kohë që Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Ka ardhur koha, me këtë rast u them niprave, bijve të patriotëve. Erdhi koha juaj që ju të zotroni Shqipërinë. Mjaft me shqipfolësit, mjaft me hajdutët, mjaft me sërbët, e mjaft me francezët dhe englezët që kanë coptuar Shqipërinë, që kanë lënë Shqipërinë fukara, pa bukë, pa ujë, pa asgjë, me fëmijë të larguar për të detit. Pra, kjo ka arritur koha që të dilni e t'i thoni tjetrit, largohu nga karrika se më takon mua. Mjan denjë të mjan, ju intelektual, ju nipat dhe stërnipat e patriotëve që ka luftuar për të kom. Mjan denjë të mjan, dilni dhe i thoni, s'keni pun ju në këtë karrike, kemi pun ne, të këthejnë bind e Shqipërisë, sepse të dashur shqiptar, 46 vjet, me urdhin e Miladin Popoviqit Dushanit, të u dëbës sërbe, u vran patriot e Shqipërisë. 46 vjet, me spionut që dëgjoni në vrima e kyçit, që kanë futur të gjithë në përburgjet, në përkampin të entrenimit, ata sot u bën deputeta për 35 vjet, ata u vodhë, ata u vranë, ata bën e theshtatën, ata bën piramidën, ata bën naftin që është punë sërbit, që më vronë i vranë Kosovarët. Pra herë parë vranë Bosnjakët, vranë Kosovarët. A e pra, kjo është, bën 21 janarin,
bën gërdesin, ne i thamë Spakut, duhet të arrestoj urgjent, pavarësisht se e thritën prap, duhet të arrestohet urgjent Fatmir Mediu. Për ndryshe, gjyktari që e ka 3 gjyktarë, për ndryshe, bajni mend që po them, ju gjyktarë do arrestojeni. Ne do të lidhëm me litare, do të heqëm zvarë, sepse ju po pengoni 21 janari. Ju po pengoni Fatmiri me shokë, duhet ishte burg me kohë. E të vdiste në burg, që vrau fëmijë, e ka lënë nenën që vjen çdo ditë në gjyq. Sot nuk është Fatmiri, nesër është avukati, Spak, më dëgjoj me kujdes. Urgjent, brenda javës duhet të arrestoni Fatmiri. Jo vetëm Fatmiri, janë me qindra. Janë me njerëz që kanë bërë, që kanë shitur armatimet, është djali i Berishës, e të tjerë, e tjerë. Mos e harroni që e vran kolonjarin, Trebickën, se Trebicka tregoi të vërtetën se kush kishte gish në shitjen e armatimit. Eliminuan, e shpun në kolonjë, e shtris kur bënte banjo dielli. Njeriu kur bën aksident me makinë, nuk bie në atë krah. Pra, këto janë bërë në Shqipëri për 35 vjet, janë vrarë shumë shqiptarë. Për 35 vjet, 85% të rinisë është jashtë. Intelektual që din nga 7 gjuhë. E janë pra, u erdhi koha e juaj. Ti largojmë këta. Këta janë të larguar. Pra, gazetare, unë e shoh dhe fytyrën e Edi Ramës, po mbrapa shoh një vapor. Këta nuk kanë një vapor. Këta kanë biliona dollar. E biliona dollar. Këta nuk i numëronin dashur shqiptar parat me dorë. Po thoshin sa metro kup do sjellë sot. Tamam, si dikur kur ishim ne në përkampjet e intrenimit, na jepni dru me metro kup, 1 metro kup. Daq ti diqjes një ditë, daq që diqje për një 6 muaj për dimër. Pra, këta i matën parat, ne i dim ku i kanë. Do t'i kini ju, dashur shqiptar. U ka thënë Pilinçi ka kohë, po disa që bëni propagandë, që bënin e duke shkruajtur, që, punë e madhe, Pilinçi po na gënjene, jo pra, erdhi e vërteta. Pilinçi do bi Shqipërinë me intelektualët, me nipra dhe stërnipat e patriotëve, edhe jo me shërbëtorët e serbit, me shërbëtorët e grekut, me shërbëtorët e Francës dhe të englezëve. Ata që s'na ka deshur, unë flas hapur. Erdhi e koha jonë, dashur shqiptar. Nuk është me luftë e dytë botërore që Churchilli me Stalin e firmosi dhe coptuan në Shqipërinë. Jo, tash e kemi ne Chelsea. Kur them ne, është Amerika. Kur them me Amerika, jemi ne shqiptarët. Nuk na luan dot, s'ka ç'na bën me njeri. Nuk pyesim ne as ambasada, as konsul, as kush vjen këtu. Kanë erdhur të dashur shqiptar këtu e nga Amerika time. Kanë erdhur senator, kanë erdhur kryetarët e bashkive, kanë marrë para, po aman do t'i sjellën këtu. E këtu do burgoset. Pra unë kam thënë, edhe nga Amerika, 4 ambasador do dënohen. Për vjedhjet që kanë bërë, ma kanë vjedhur shqiptarët. Unë kam edhe Amerikën, unë kam dhe Shqipërinë. Pra, ne kemi Chelsea, s'kanë ku venë me. Nuk strehojnë dot të dashur shqiptarë. Këtu do vinë në ky vend. Kjo është Shqipëria jonë. Kjo do bëhet Shqipëria që kanë ndeshur patriotët, që kanë luftuar me shekull me grekun, që kanë luftuar me shekull me serbin, kanë luftuar me shekull. Ne vërtet kemi humbur luftët. Aman kurrizin nuk ka kemi kthyer. Aman dashur shqiptar që po më dëgjoni me kujdes, u kanë hypur bolshevikët, shqipfolësit, u kanë hypur një qafë. U kanë lënë pa ujë, u kanë lënë pa bukë, pra u kanë futur djemë të rinj e vajza të reja në përburgje tu, Pogradec, Tiranë, 313, me këto numëri që kanë, Rogozhin, Fierë, të më dëgjojnë me kujdes të burgosërit. Në qoftë se kanë fëmijë, të dëgjojnë prindrit, ne do t'i hapëm të gjithë burgjet e Shqipërisë.
sepse nuk ka vend për këta që do futim. Unë nuk kam thënë kot që do t'i heqëm, nuk ka kyqa që duen me mira, po kalitar që t'i heqëm e t'i shpjem në burg dhe ju t'i shini me sy tuaj qa u ka në bërë këta. S'kan strehim politik, ne i kemi zënë tër kanalet. S'kan kuven, e në qofë se do ikin, këtu janë. Ikin një djalë pardije, erdi përsëri e kini këtu në Shqipëri, të fshehur diku. Profesor, mund të na flisni pak për ultimatumin e ardhur nga SBA për SPAK-un? Tani me kreun e ri, a pritin zhvillime të rëndësishme? Të dashur shqiptar, kjo është bërбаjat, ka erdhur nga Amerika. Amerika e ka thënë me kohë. SPAK-u është i Amerikës. 100% paguhet nga Amerika. Biroja Kombëtare është e Amerikës. Dhe disa gjyqtarë janë të Amerikës, paguhen nga Amerika. Amerika e ka thënë një fjalë, që SPAK-un e kemi ne, ju e mbani fare mend mirë propagandën e hapi Sali Berisha me Edi Ramën, që SPAK-u ka ikur. Pilin që u ka thënë, jo s'ka ikur, po ka një rëdhumet të tjerë. Edhe nuk janë gjumë, po punoj 7 ditë një javë. E të dielën i thresën kyve nuk e dini. Pra, Amerika e ka thënë, e kam fjallën për këtë të rinjë që zhvën, ky është akoma më i ashpër për atit parit. Ky e tregoj veten që jam pamarësisht se shqiptar, po e tregoj veten që unë jam Amerikan. Që kur ullë në tavolinët, nxori gotën nga çanta. Nxori e shishen e ujit. Dhe u tha atyre gjyqtarëve që i kishën ndaluar arrestimet, e kam fjallën për Kelepen, u tha që unë edhe kafen kur e pi në SPAK, e pi time nuk e pi me shokët. Për arsye dhe atë kuptoj që e në SPAK, si që kam thënë unë, janë disa për të arrestuar. Ishen 4, janë bërë 6. Që i kanë bërë dëm në SPAK, që kanë vila hoteli. Pra, gazetare, ky do përfundoj, unë kam thënë që ky që ishte, ky do t'i përfundoj arrestimin e zëvendës kryeministres, arrestimi që arrestovi 36 veta në Kodra e Diellit, që arrestuan 25 veta nga vilat e Manes, që po arrestojnë çdo natë e çdo ditë, që as gazetar nuk e merr vesh asnjëri, sa s'ka vend ku t'i shpjellë për burgjet. Pra, si që thashë, unë besoj se viti i ri e kuptojnë tërë shqiptarë se këta përfunduan, mbas vitit të ri, ne do bëjmë një demonstrat paqësore, do të thotë të takohet vëllai me vëllan, që janë hasëm, ka rritur hasëm vëllai me vëllan, për çështjen e 7500-s, që e bën qëllimisht, ka rritur motra me vëllan, vjen nga Italia, vjen nga Greqia, dhe e thotë vëllai, dua dhe unë një copë. Pavarësisht se e kanë dhënë një copë të ngushtë, që po të kthehet makina, hyr rrotët dhe pjesa tjetër që të vriten njëri me tjetrin. Pra, për këtë do të bëjmë demonstratën, do vinë me mira njerëz. Nga Maqedonia, nga Malizi, nga Kosova, do vinë shumë njerëz. Pra, për këtë jemi ne, për ta gëzuar. Ju do të gëzoni vitin e ri, dashur shqiptar, pavarësisht se s'kini për vit të ri të hani mish. Si që thash, pini nga ngotuj, sepse keni duruar, prindrit tuaj kanë duruar 46 vjet me regjimin komunist, 35 vjet, ju keni ngelur pa ujë e pa bukë. U erdhi koha e shqiptarëve. Profesor, a ke diçka për të shtuar për ndjekësit tanë? Të dashur shqiptar, si që thash, unë po flas në emër të qeverisë teknike. Ne po përgatitemi, duhet të ishim para vitit të ri në zyrat e reja. Por, ju e kuptoni dhe vetë, maraushgat dhe mizat e kalit kanë vjedhur aq shumë sa i kanë dhënë parat me 7 veta. I kanë dhënë vilat me 7 veta. Ja ka dhënë njërit ai njërit qëllimisht. Kanë verë parat edhe me njerëz të vdekur. A e mani mend para ca kohe
në Lezhë, 2 pleq kishin $20 milion në bankë. Kur e marrë vesh u habitën. Pra, ishte puna aq e koklavitur, aq e ngatruar, me Evropën e me Shqipërinë, i mbronte Evropa, ajo Bashkimi i Evropës. I mbronte këta, sepse ata kanë shumë pjesë këtu, në Shqipëri. U detyruam, nëse kemi unë s'kam fjetur natë e ditë, si e si të arrestoshin, të përfundoshin arrestime para. Por, erdhi koha që do arrestojnë. Në vit të ri, ne do të kalojmë mbi qeverinë teknike, në zyrat e reja. Ne jemi të përgatitur dashur bashkëpunëtor. Për shembull, në polici, që do jetë policia, byroja kombëtare, që do quhet FBI-ja shqiptare, inteligenca, që do quhet CIA-ja në vizë numër 2. Amerika është numër 1, Shqipëria është numër 2. Amerika ka FBI-n, Shqipëria quhet FBI-ja, Albania, Shqipëria, në thonjse. Pra dashur bashkëpunëtar, unë lexoj, kam në këtë listë, kam 75 persona. Unë kam zgjedhur qëllimisht ushtarakët që kanë qenë në ushtrinë shqiptare. E disa janë akoma, por 70% të tyre janë pa punë. Janë moshën më të vjetër, kanë 55 vjeç. 2 general, nuk po i them emra dashur bashkëpunëtar shqiptar. Nën kolonel, nën kolonel, major, kapiten, major, drejtori i zbulimit, nën kolonel, major, kolonel, kapiten, major, kolonel. Ti lexoj të gjitha dashur shqiptar, janë 72 veta. Këta do të jenë drejtorat e policive të rretheve, sepse kanë eksperiencën e tyre ushtarake. Këta kanë bërë shkollën mbas 90-s. Janë specialista. Janë të aftë. Dinë se si do sillen me policinë. Policia nuk do hiqet dashur bashkëpunëtar. Ne do heqim 20% të policisë që ndodhet sot. Ata janë ata që i kanë vjedhur policët. Janë ata që kanë qenë komandantë të tyre, shefat të tyre, që keni nxjerrë një fjalë shef, e mirën nga rruga, çoban, të nesme gëdhishje shef në Vlorë, në Shkodër, Gjirokastër, në Tiranë, i bëni shef. Ata ishin vetëm për të vjedhur, vetëm që të vithin natë e ditë shqiptarët. Pra nuk do jetë më ashtu, ata do hiqen. Kurse policia të dashur bashkëpunëtar dohet si policia eksakt si në Amerikë, veshje moderne. Rroga me ulët do të jetë $1.200 më 2 javë. Do arrijnë që do marrën një javë, po do të fillojnë më 2 javë. Në Amerikë e marrën një javë. Do ketë veshjet speciale, gradis. Jo si tani dashur shqiptar, një polic ka atlete, një polic ka këpucë grisura, një i ka me qaf, një pa qaf, një gjakete ka ndryshe, ato me të ngjitur, i blenë gjaketat shkretit aty në kabelët, edhe i ven ato si grade, si qa kanë, si shenja të kuqe, i gjitin. Kanë 2 vjetë e ca policia, më të gjonë mirë drejtor, që e drejt burgut, drejtori i përgjithshëm ka fjallë, o Alushaj, që do vesh në burke, nuk do dalë sa t'jesh gjallë mu. I keni vrarë policat, shpirtërisht, moralisht, ekonomikisht, i keni lënë pa bukë policat. Sa arrin disa zagar u a hedhen kapelën, e mbani mend fare mirë, një deputet, një rrugaç nga Fieri,
Policia, drejtori i policisë, orgjen duhet të arrestonte. Po i beshe qefi, qeshte. Policia i shkret, i ra kapela. Ajo si ishte kapela, ishte simboli i kombit shqiptar, ishte Shqiponja. Të hedhe Shqiponjën poshtë, edhe të huajs nuk në e kanë hedhë dot, që i kanë pregatitur me shpat e me armë. E turqi që hyri në Shqipëri nuk e fiton të dot. Pra dashur shqiptar, erdi koha juaj. Erdi koha juaj, unë kërkoj çdo ditë. Se nuk është puna vetëm e policisë, është puna e FBI-s shqiptare. Duhen njerëz që janë me ekonomistë, janë juristë, janë të rinj që e duan Shqipërinë, janë nga jashtë, ka dhe nga brenda. Shumë të rinj që ju punoni në për disa kompani që i po i ripni me anë e telefonit, nuk e di si quhen ato kompanit, që janë për Tiranë, që i vithi jo shqiptarë, po vithi Evropër, që janë apsat që kanë hyrë në tokën shqiptare. Ju e një ekonomist, keni mbaruar për juridiken, keni mbaruar për inxhinierin, keni mbaruar për bujqësin, e janë i prase u erdi koha juaj. Shqiptarve u duen shumë, u duen ekonomist, u duen agronom, u duen inxhinier, u duen jurist, sepse këta avukat që janë 10.000, janë tërë falso. Këta kanë ndërmuar shqiptarët. Këta i minin për gjyq edhe i shpinin në të parën. Pastaj e kthenin në të dytën, në të tretën zbrisin e njërë poshtë. Bënin pazar të 2 avukatët kundërshtari dhe ai që e mbronte. Vetëm për të vjedhur. Bënin pazar 2 avukatët të dashur shqiptar me prokurorin. Prokurori bënte tregti me gjyqtarin. Pra, pse u thash gjyqtar, prokuror do hyrë shumë në burgjet dashur shqiptar. Ne kemi emrat dhe listat. Kanë vjedhur. Çfarë nuk kanë bërë në tokën e Shqipërisë. Pra, ju shqiptar po më dëgjoni. Ju vëllezër e mi që jeni pa bukë, pa ujë, fëmijët do të vinë. Do ndryshojë Shqipëria 100%. Amerika është me ju. Ushtria amerikane speciale e kini kudo. Televizorët e Shqipërisë që të gjithë po e bëjnë përçarjen shqiptarëve. Po dalën lloj teatra që bëjnë. Bledhen, qa nuk po bëjnë, po bëjnë turpet e botës. Në sytë të shqiptarëve, në sytë të fëmijëve, në sytë të vajzave që janë të reja, që shojnë. Qëllimisht për të shkatruar kombi shqiptar, qëllimisht për të eliminuar raca që jemi me pamshme, me bukur, me zgjuar në botë. Të dashur shqiptar, ju që jeni të rinj ndofta se dini, i vetmi që quhet Shqipëri e Shqiponja, është raca me pastër, jemi një racë të bardhë. Në çdo vend të Evropës, dashur bashkëdhetar, ka qindra lloj race. Ashtu mendojnë Edi Rama me Sali Berishën, që ka sjell nga Izraeli, i kam parë me ato kapuqet, po jo të dashur shqiptar. Ne jemi shqiptar, le të vinë për tregti, po jo të jenë këtu në tokën e Shqipërisë. Mendojnë të sjellën musliman me fustan, po jo të dashur shqiptar. Ne e dim si janë hoxhallarët, janë të pastër, dofta me arme kanë qenë, po janë të pastër shpirtërisht, janë të pastër të veshur, nuk janë me fustane, nuk duan të na i kthejnë fenë, pavarësisht ne e dim si është Shqipëria, ne e dim si kemi qenë përpara. Pastaj ne s'kemi dallim muslimani nga katoliku, katoliku nga krishteri. Pse ne me shekull kemi vajtur kur bëhen pashkët, vel muslimanë. Kur bëhet Barjami, vinë katolikët, krishterët. Ne jemi një rasë, ne dim historinë tonë. Feja jonë është ky flamuri. E din shqiptarët. Po duan të na ngatrojnë, si italiania kryeministra donte të sillte ciganët e Evropës.
ti baj Italia është si kanë, Napoli, atë janë e vjetër, po jo në tokën e Shqipërisë. Ne nuk do lem asnjëri të dashur shqiptar, pavarësisht se i kanë bërë kampet. Edhe kampi që është Durrës, me fshat, me indian, me Pakistan, ditën që bëjmë qeverin, u themi, hajde, ikni për te detit. I marrën me vapor dhe t'i shpjem ku e kanë vendit tyre. I lem afër bregut të vendit të tyre e themi, bye bye, shkoni atje ku e keni takuar vendin. Jo në tokën tonë, racën e nuk e përzim. Shqipëria do bëhet vend turist të dashur shqiptar. Për behar edhe për dimër. Do zotrojnë vetëm, do t'jenë, si që keni zjeri një fjalë juve këto shefat, do t'jenë shqiptarë. Dhe askush tjetër. Do kini vilat pa parat dashur shqiptar. A e pat. E thanë për 300 apartamente për zvends kryeministrën. Thanë 300 apartamente, jo dashur shqiptar. Janë 900 e ca të dashur shqiptar. Vetëm drejtoresha që u arrestua partije, vetëm ajo ka 40 e ca apartamente. Por gruaja e Edi Ramës, me qindra dashur shqiptar, qua nuk kanë këta vapor, anije më moderne, që janë me miliona e miliona dollar. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Ne uftojmë përsëri. Ejani se ne kemi për qeverinë. Pavarësisht se llamatisën të dyja partit, edhe thanë duam qeveri teknike, jeni të sigurt shqiptar. Nuk do të ketë, jo në qeveri teknike jo, por nuk do të ketë men nën punës ata që u kanë vrarë ju për 35 vjetë. Ne kemi emrat mbi emrat, kudo që të veni. Edhe i djali i ri që shprahapur, ka ikur jashtë dheut, këtu e kini. Pavarësisht se si tha avukati ti sot. Këtu është, ne dim ku është. Sepse jashtë ne kemi kontratë sekrete që absolutisht ka munduar Edi Rama të kërkoj strem politik. Ashtu si kërkovi Ilir Meta. Po më në fund, desh të vinde në Kosovë të streushe. Po e pa, edhe Kosova i tha, të duam o Ilir, po shko, se neve së të bajmë dot. Ne gjejmë engjël per në majtë të balit dashur shqiptar. Ne jemi në kontrol. Filin që i ka ertu, është dikushi. është për ju shqiptar. Unë po bëj sakrificat e mia për jetën time. Edhe unë kam fëmijë si që keni ju, e unë kam vëllezër, e unë kam farefis, por jam përqendruar për kombin tim, për amanetet time, jo vetëm të familjes time, të Pilinçi, që jemi familje aq e madhe, sa me madhe janë Evropë. Por kam amanetet e kampeve të internimit. Kam amanetet e patriotëve që kanë qenë të internuar, profesora, doktor, të mbaruar në Amerikë, Itali, Francë, Gjenevë, në çdo vend, deri në Australi, ishin profesora, doktora, inxhinera, që i vranë. I vranë bolshevikët. Eliminuan patriotat e veriut, që kanë luftuar me shekull, i futën në hasmë në kohën e komunizmit. I futën në hasmë njeri me tjetrin, i bën spihuna qëllimisht që t'i vrisnin. Edhe koskat e tyre nuk po i gjenë, eshtrat e tyre ku janë. Dikush më tha, me erdhi, dhe i kërkovi eshtrat e gjyshit të tij. Dhe tha, kur i zbulova me zi i gjeta amanetin e nenës e të babës, po e realizova mbas vdekjes të nenës, i kam gjetur eshtrat me plumba. I ka gjetur eshtrat me plumba. Sa janë vrarë nga Mirdita, sa janë vrarë nga Tropoja, sa janë vrarë nga Kuksi, nga Dibra, nga Shkodra, patriotët dhe fëmijët e tyre sot rrinë e heshti. A pra ku jeni?
atë muri që do të bëjmë në Skënderbeu, për Mermeri, do të bëjmë për këta që kanë lënë eshtrat e nuk i gjejnë dot. Do të bëjmë për patriotëve, disa u duke çudi, pe 1000 vjet. Do shkruajnë emrat e tyre si në Washington që janë shkruar për 300 e ca vjet më përpara. Që të vjen një lule ndiprat e stërnipat. Të bëjmë rrugët me patriotët. Jo si tashi rrugët e Tiranës, të qyteteve janë me bollshitët. Janë me spionat e serbëve. Më falni që thash në gjuhën angleze. Janë sërbë. Nuk janë shqiptarë ata që janë herojnë. Do kemi punë pastrimin e Tiranës. Të heqëm ato skulptura që i kanë bërë për Mermeri. Të vëmë patriotët në për rrugët. Të vëmë emrat e tyre që janë vrarë, si që thash, edhe eshtrat e tyre janë me pluma. Të gjallëm shqiptarët, se shqiptarët kanë krijuar botën. Shqiptarët dinë 5-6 gjuhë. Pra, të dashur shqiptarë, thirrja ime është sot e nesër e janë sa më parë. Si që thash, e është një listë e madhe me ushtarakët që janë përgatitur, që do jenë drejtorët e policisë, që do jenë drejtorët e FBI-s, sepse edhe drejtorët e policisë do jenë në çdo qytet, do ketë drejtor. Drejtoria e përgjithshme do të jetë në Tiranë për gjithë Shqipërinë, po të njëjtin do jenë dhe drejtorët e FBI-s në çdo qytet. Dhe drejtori i përgjithshëm do të jetë në Tiranë. Do të jetë inteligjenca që nuk do të di njëri në çdo vend në Evropë, që të shëgoj realitetin tonë, që të ndihmoj shqiptarët kudo që jenë, FBI që do të jetë në Shqipëri, do ketë lej që do të jetë në Evropë kur ti dojë qefi. Do të jetë që të kontrollojë. Do të heqim të gjithë të burgosit që janë në Evropë. Do t'i lirojmë e t'i sjellim në tokën e Shqipërisë. Dhe ai shtet, si Greku për shembull, Italia, që pagojnë nga 50.000 në vit, ne do të kërkojmë të na sjellin 25.000 dhe do t'i mbajmë këtu në burg. Më kuptoni ç'a burgu. Hapur po e them, do të jenë të lirë. Do shkojnë në shtëpitë e tyre sepse janë në burg, sepse janë shqiptarë. I kanë ngatruar këta si po i ngatrojnë çdo ditë që vritet Shkodër, Vlorë, kudo Fier. I kanë bërë qëllimi se janë djemë të rinj që ka kombi nevojë për ata djemë. Edhe i kanë bërë që të vrasën njëri tjetrin. Po unë prapë po u them ndërmjet televizorit TV Shpresë. Ju të rinj që jeni në Shqipëri, kudo që ndodheni. Nëse u thonë këta rrugaçët, këta shqip folsi, këta mbaruan, nëse u thonë bëni antetat, u bani këtyre më mirë. U bëni këtyre antetat, sepse Shqipëria ka nevojë për ju i të rinj. E ju keni familje, keni nënë që u ka rritur. Nuk bëhet me të vrarë, se sot gjendet çdo gjë. Ata u bëjnë qëllimisht u leminojnë. O si që thash, do hapën burjet. Pra, dashur shqiptar, thirrja ime e fundit është, e janë i shqiptar. E janë i të rinj, e janë i të reja. Mja punot në për këto kompanit që po vjedhen, që i vjedhen botën, që i gënjejnë. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Të gjitha që janë do arrestojnë, nuk do ngelet njëri. Edi Rama e ka mbas vitit të ri. Kurse tjerët nuk ka vit të ri për spakun. Nuk ka vit të ri për byron kombëtare. Nuk ka vit të ri për policinë sekrete që janë në Shqipëri. Se ka fjalën për Shikun, kush e pyet Shikun? E ata të Shikut do heqën shumë gjëra. Ata janë bolshevik, a janë akoma të regjimit komunist. E kanë fjalën për këta. Janë 24 orë në shërbim për të arrestuar njerëzit. Nuk kanë, si thash, nuk do kenë pushim as për vitëri as gjë. Spaku është në gatishmëri. Edhe ky që është bërë i ri, ky do t'i përfundoj të tëra. Por, edhe ai që ishte, është me këtë. Se ky, ai vjetri ka qenë kryetar, ky është nën kryetar. Tash ky është kryetar, është nën kryetar. Ja të dy njësoj. Të dy do t'i përfundojnë. Unë kam thënë do t'i përfundoj dhe i pari, dhe ai do t'i përfundoj nesër,
do t'i dërgojnë përsëri për arest. Ka mënyra të ndryshme dashur shqiptar. Nuk pyesën më për imunitet, këta janë mashtrus. Ju i pat vetë deputet 5 e 5, si kur zrishin bashkë, e bërën plan më para. Unë ngrit ai Peleshi, iku me nder, iku në për rrugët, e kaloj su thas gjë të prokurorisë Spakut, kërciti e iku, këta joja bërtisnin, këta të Salës, që i kishën bërë gati, sepse të 8 ata që ishë, 5 janë, 4 ishte nga PS-ja, 5 me gjithë kryetarin Peleshi. Të 10, përveç asaj zonjës, që ishte një vajzë e re, që ishte deputete e PD-s, ajo është e re, është juriste, nuk është gatruar në këto gjëra, atë e kanë vënë vetëm deputete sepse është për një familje të mirë, Galishë. Pra, të gjitha ata të tjerë të 9 janë gati për arrest. Sidomos, Taulant Balla, kudo që të vej, që ka bërë plan për t'ikur, këtu do e api llogari. Sidomos Spiro Pali do arrestohet. Gjaçka që vajti sot në Spak do arrestohet. Janë shumë të dashur bashkëdhetarë. Qeveria ka rënë, të gjithë ministrat janë për të arrestuar. Por, fushata e madhe që do habite në ju, do filloj nga PD-ja që s'është arrestuar asnjëri, përveç Berishës që është në gjyq. Të gjithë do arrestohen, që janë ta Sheu, ai doktor Sheu, Noka, Ndoka, si i kanë emrat, të gjithë do vinë para Spakut. Pra, të dashur shqiptar, unë po them natën e mirë, miru pafshim nesër, të rini të qetë, pa marësi se dje desh të bëni zjarë, por nuk e bëndot, e njëherë, natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.